Kur provokimi bëhet plag në shtëpinë e Big Brotherit, jo çdo veprim është i pafajshëm, edhe kur maskohet si shaka. Disa gjeste janë të vogla në dukje, por të mëdha në pasojë. Një fjalë e thënë përballë dikujt tjetër. Një afrim i qëllimshëm. Një zgjedhje që nuk është rastësi. Dhe pikërisht këtu fillon historia. Limi nuk e bëri propozimin me zë të ulët. Ai e tha hapur, përpara Benitës, përpara Albës, përpara shtëpisë dhe kamerave. Ishte një ftesë që në thelb nuk kishte të bënte me ndjenjen, por me pozicionimin. Me dëshirën për të treguar se ai ende kishte kontroll mbi situatën, mbi reagimet, mbi emocionet e të tjerëve, Benita u ndodh mes kësaj loje pa e kërkuar. Ajo nuk ishte qëllimi kryesor, por mjeti. Një figurë që e bënte provokimin më të dukshëm, më të dhimbshëm. Ajo e kuptoi menjëherë peshën e momentit dhe ndjeu sikur po përdorej në një histori që nuk ishte e saj. Alba e pa gjithçka. Ajo nuk reagoi menjëherë. Fillimisht ishte hutim. Pastaj zemërim. Pastaj diçka më e fortë, ndjenja e poshtërimit publik. Sepse provokimi nuk ishte i fshehtë. Ishte i hapur. Ishte i ndërtuar për t'u parë. Dhe kjo e bëri Albën të ndjej se po sfidohej jo si person, por si vlerë. Limi vazhdoi me afrime verbale, me fjalë që nuk ishin drejt për drejt ofenduese, por mjaftueshëm të paqarta për të ndezur zjarrin. Ai po luante me kufit, duke e ditur se çdo hap do të kishte reagim. Dhe Alba reagoi, jo me britma, jo me skena, por me një ndryshim të menjëhershëm në energji. Zemërimi i saj nuk ishte impulsiv, ishte i mbledhur. Një inat që nuk shpërthen, por digjet nga brenda. Sepse kur ndihesh e përdorur për një lojë që nuk e ke zgjedhur, dhimbja është më e thellë. Ndërkohë, diku tjetër në shtëpi, Dolce po e përjetonte këtë situatë në një mënyrë krejt tjetër. Dolce nuk ishte pjesë e skenës, por ishte pjesë e historisë. Ajo e shite gjithçka nga larg, me sytë e dikujt që kishte qenë dikur në vendin e Albës. Për të, çdo fjalë e Limit ishte kujtesë. Çdo provokim ishte dëshmi se ndarja e saj me Limin nuk ishte thjesht një kapitull i mbyllur, por një plag ende e hapur. Lotët e Dolces nuk ishin xhelozi e thjesht. Ishin keqardhje. Për veten. Për atë që kishte besuar. Për faktin që ndarja nuk kishte ardhur nga mungesa e ndjenjës, por nga pamundësia për të qenë në paqe brenda së njëjtës histori. Ajo qau në heshtje, jo për ta parë dikush, por sepse dhimbja e vjetër u zgjuar nga një skenë e re. Sepse ndonjëherë të shohësh diçka që ke dashur duke luajtur me ndjenjat e të tjerëve, të bën të kuptosh pse nuk mund të qëndroje më. Eseja e këtij momenti nuk është për dramën televizive. Është për zinxhirin e dhimbjes. Për mënyrën se si një veprim i bërë për ego ose për lojë prek më shumë se një person. Alba u lëndua nga provokimi. Benita u ndje e përdorur. Dolce u kthye te një dhimbje që mendonte se e kishte lënë pas, dhe Limi mbeti në qendër, por jo fitues. Sepse loja me ndjenjat, edhe kur të jep vëmendje, të heq diçka tjetër, besueshmërinë. Në një shtëpi ku çdo gjë mbahet mend, veprimet nuk zhduken. Ato grumbullohen. Big Brother nuk i shpik emocionet. Ai vetëm i përshpejton. Dhe ky moment ishte një provë se sa lehtë mund të kthehet një provokim në një plag kolektive. Në fund të ditës, Alba u largua me inatin e saj të heshtur. Benita me peshën e një roli që nuk e donte. Dolce me lotët e një ndarjeje që ende dhem. Dhe Limi me pasojat e zgjedhjeve të tij. Sepse në një shtëpi ku gjithçka shihet, nuk ka fitore pa kosto.